Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka shpërsuar tonet me ish-deputetin Ervin Saljani, i cili mbajti të mërkurën një takim me strukturat në qytetin e Durrësit. Berisha këmbgul se Saljani është duke ndërmarrë një agent për interesa personale dhe se qëllimi i tij nuk ka asnjë lidhje me analizën apo ringritjen e Partisë Demokratike. Një deputet nuk ka nisur si foltor, ju lutem korrigjojeni. Është një antar kryesie, i cili ka një agent personale, në asnjë kryesie s'ka shtruar asnjë nga këto probleme, pra ndjek i cili ka një zonë në kombinat i ngarkuar për analizë dhe për të gjitha, dhe këto ai do të ketë agent personale, përgëzoj strukturat e Durrësit që nuk u mashtruan me agent strikt private. Për Berishën, ata që ju bashkuan takimet të Saljanit dhe Ali Mehmetit në Durrës, ishin thjesht disa persona që u shkënjyen se nuk kishin pjesë e listave për deputet. Ervin Saljani dhe Ilir Ali Mehmeti zhvilluan të mërkurën një takim me strukturat në qytetin e Durrësit, ku vërejtën një numër i madh pjesëmarrësish, ndërsa organizime të tilla pritet që të shtrihen në të gjithë vendin. Lëvizja synon sipas Saljanit që të bëjë një ringritje të Partisë Demokratike, por edhe një analizë për humbjen e njëpasnjëshme të zgjedhjeve.